Telenovela mes Mateos dhe Brikenës në Big Brother VIP Albania nuk ka ndërmend të marrë fund. Edhe pse Brikena ka mohuar vazhdimisht se me saj dhe Mateos ka pasur ndonjë lidhje apo përqim, deklaratat e saj duket se nuk po bindin të gjithë. Së fundmi, situata ka marrë një tjetër kthes, pasi familja e Mateos, që menaxhon rrjetet e tij sociale, ka reaguar hapur në Instagram. Në profilin zyrtar të Mateos është bërë repost një video ku ironizohet përgjigjja e Brikenës brenda shtëpisë së BBV. Në video, që tashmë po qarkullon gjerësisht në rrjet, Brikena krahasohet me një person që flet me nervozizëm dhe siklet, duke lënë të kuptohet se po fshet të vërtetën. Familja e Mateos duket se e ka interpretuar reagimin e saj si një shenjë pasigurie, duke nënkuptuar se versioni i Mateos është më afër realitetit. Ky veprim ka ndezur reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e shohin këtë si një mbështetje të hapur të familjes për Mateon dhe një goditje indirekte ndaj Brikenës. Apo dalin fakte të reja në dritë, apo gjithçka është thjesht një lojë nervash? Debati vazhdon.